Motion në Ngada. Vjem transmitimi së bashku tashmë me Virtual Worlds për të parë disa nga momentet kryesore të botës virtuale dhe për të verifikuar disa imazhe. E fundit e postuar në rrjetet sociale mendohet se ka ardhur nga Kina. E realizuar me inteligjencë artificiale mendohet se tregon bazat amerikane të goditura në Jordani dhe në Gjirin Persik, ushtar që lëvizin barrierat të rënda betoni mes shpërthimeve. Përdoruesit e identifikuan si të gjeneruar me inteligjencë artificiale për shkak të fizikës jo reale, audios jo autentike dhe sjelljeve të panatyrshme. The truck! Holding left! Move! Move! Damn! Here goes! Oh, down! We're coming! Move! Go, go, go! Let's move, let's move! Everybody inside! To the bunker! Go! Keep moving! Jesus! Look up! Oh, hell! Incoming! Move! Move! Go! Go! Second one! Jesus! Ndërsa në Quds të Iranit gjithashtu ka ndodhur një shpërthim mërtet i madh, I cili nga përdoruesit e rrjeteve sociale është krahasuar me një bombë atomike, me një bombë bërthamore në një provincë të Teheranit. E shohim pikërisht edhe këtë në provincën e Teheranit, në Quds e shohim edhe këtë video. Ky shpërthim është ndër të fundit nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër pozicioneve dhe infrastrukturës ushtarake të korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. Për të vijuar me të tjera raportime të botës virtuale në National Mall në Washington DC, për të para dhe Capitol, sërish është vendosur një statuj e cila tregon Donald Trump dhe Jeffrey Epstein, një tjetër tematik shumë e diskutuar në botë. Dokumentet e Epstein, hetimi që tashmë po vijon ndaj fermës së tij. Kjo quhet The King of the World dhe imiton skenën e Jack the Rose nga filmi Titanic, por personazhet janë Trump dhe Epstein si miq të ngushtë mes njëri tjetrit. Është në sheshin Farragut të Washington, është vendosur pikërisht edhe kjo statuj. Departamenti i Drejtësisë javën e kaluar publikoi të dhëna shtesë në lidhje me Epstein. Madje disa përfshin edhe sërish emrin e presidentit Trump. Shtëpia e Bardhë quajti akuzat kundër Trump krejtësisht të pabazë të mbështetura nga zero prova të besueshme. Një nga bodyguardët, truprojat e shërbimit sekret të presidentit amerikan Donald Trump është bërë viral në rrjetet sociale për disa detaje, për pamjen e saj të cilët njerëzit e krahasojnë me Greta Thunberg, i ngjan shumë sipas tyre aktiviste suedeze, për faktin se ngjan mjaft e vogël në moshë dhe gjithashtu për peshën e saj, duke deklaruar në fakt se shërbimi sekret është duke ndjekur dhe komentet online pas sulmit që rrezikonte dhe jetën e presidentit amerikan në Butler të Pennsylvanisë përgjatë dhe fushatës elektorale. U diskutuan mbi peshën e truprojave të Donald Trump nga shërbimi sekret, duke se janë zëvendësuar, por tashmë diskutohet për moshën e tyre. Në mes të sulmeve të ndërsjellta në Gjirin Persik është Kim Jong-un, diktatori korean verior, I cili qëndron në shtëpinë e tij I vetmuar sepse asnjë nuk do të luajë me raketat e tij, por përkundrazi Kim Jong-un merr dhe vajzën 13 vjeçare Kim Jo-ae për të parë edhe lëshimin e raketave të fundit. Janë këto pamje që vinë në fakt edhe nga mediat shtetërore të vendit të izoluar të Kores Veriut. Në këtë video shohim në fakt raketa të lëshuara që kanë shenjë ishujt aty pranë edhe vinë në kuadër të fillimit të stërvitjeve ushtarake pranverore SBA Korea e Jugut, të cilat Korea e Veriut I konsideron si një provë pushtimi. Motra dhe zyrtarja e lartë e Kim Jong-un, Kim Jo-jong, paralajmëroi se stërvitjet zbulojnë përsëri neverinë e zjarrt të Amerikës dhe Koreas së Jugut ndaj Koreas së Veriut. Stërvitja 11 ditore mburoja e lirisë që filloi të hënën është kryesisht e simuluar në kompjuter për postin komandues, se do të shoqërohet nga një program terreni për trajnimin në terren. Korea e Veriut shpesh reagon ndaj grupeve të trajnimit me testet e veta të armëve. Shohim edhe lëshimin e raketës që monitorohet nga Kim Jong-un dhe vajza e tij 13 vjeçare Kim Jo-ae, e cila mendohet se do të jetë edhe pasardhësja e babait të saj.
Ndërsa Papa Leoni 14 në meshën e fundit dhe përkalimin e fundit në Vatikan, takoi versionin e vogël të vetës së tij, një mini pap, një bebush të vogël i cili ka marrë edhe bekimin e atit të shenjtë në daljen e fundit, një pamje mjaft e këndshme dhe gjithashtu mjaft virale në rrjetet sociale. Në Estoni, pranë Tartus, dronji u ngrit mbi pyllin për të monitoruar të gjithë hapësirën e dendur për gjetur një burr të zhdukur, por në vend të personit gjetën një ari i cili sapo ishte zgjuar nga gjumi letargjik. Ariu qartësisht duke që sapo është zgjuar dhe bën edhe shtriqet e tija, tashmë edhe në pritje të nisjes pranverës. Sipas bordit mjedisor të vendit, në Estoni ka rreth 1000 arinj të egër. Zakonisht ato zgjohen nga gjumi pikërisht rreth fundit të marsit, por për sa i përket monitorimit për personin e zhdukur në Estoni, nuk ka ende informacione për të. Ndërsa videot të tjera të bëra virale në rrjetet sociale tregojnë një dele e cila është rritur me zdive edhe aq shumë e ka humbur konceptin e species së rë, sa mendon se është një ndër to, por nuk ka aftësinë. Stambolli njihet si qyteti i maceve, mirëpo macet kanë mësuar aq mirë të ndërveprojnë me vendasit dhe turistët, saqë kanë nisur të kërkojnë me mirësjellje ushqim.